shinosh nga jashtë dritares, poshtë balkonit, nga to kamionët të hapura nga lart me bomba, me municione, dhe këta kriminal që ngjiten në përshkallët e pallatit tim, është e tmerrshme. Aty nuk mendoja më për artin, po mendoja do jem nesër e gjallë apo jo. Çfarë po ndodh? Ku është armiku? Sepse të luftosh me një armik ke të drejtë të vetëmbrojesh, por të luftosh vëlla me vëlla, që janë të njëjtit gjak, janë shqiptar, janë të njëjtit qytet, të njëjtit lagje, është merr. Dhe kisha gjithë këtë mbledh brenda, thosha, po si ka mundësi? Pse e vrasin njëri tjetrin? Kisha kaq shumë pyetje brenda, pse ndodhin këto luftra? Ose pse unë atë mosh gjendesha në atë ambient dhe shoqet e mia mund të ishin për shembull duke bërë shkollën artistike dhe unë isha duke vuajtur. Domethënë jeta ime filloi duke vuajtur dhe ka vazhduar në emigrim duke vuajtur. Unë nuk kam jetuar, po kam luftuar të mbijetoj e vetme edhe në Itali, në të gjitha problemet që kam kaluar me ish bashortin, të rritësh 2 fëmijë vetëm në Itali, është një sakrificë e madhe. Të ruash në ekuilibër edhe familjen, edhe karrierën, edhe dinjitetin, është shumë e vështirë, më beso. Sepse sot femra shitet për një këngë, shitet për një libër, shitet për një rol filmi, shitet. Dhe nuk është faji meshkujve nëse sot femra arrin të bëjë një karrierë të pisët duke u shitur dhe mashkulli mësohet dhe shkon pastaj edhe tek femrat e ndershme ose me dinjitet dhe provon. Është shumë e vështirë për një femër të ecësh përpara me karrierën, sidomos kur nuk e në kraj një bashort. Më beso është e vështirë. Jeni bërë ndonjëherë pishman që keni zgjidhur këtë mënyrë jetese? Absolutisht jo. Jam shumë krenare për çka kam arritur deri këtu, jam shumë krenare për sakrificat që kam bërë, jam krenare për fëmijët e mi, për familjen time, për mbështetjen që më kanë dhënë sadopak familja ime edhe pse në largësi, jam krenare që i kam arrit gjithçka me djers. Dhe kur shkoj dhe flej në darkë, ndërgjegja ime është e pastër. Dhe më thot, Gjuli, bravo. Ja dole. Dhe unë u them të gjitha, ndofta në këtë moment na dëgjojnë ato femrat që ndihen të dobta, të mendojnë se kur shikojnë një artiste si unë jam e paarritshme. Nuk është asgjë e paarritshme. Çdo gjë arrihet, por duhet kesh guxim, duhet kesh forcë, duhet kesh dinjitet, duhet kesh edhe shoqërinë e shëndosh. Nëse nuk ke një shoqëri të shëndosh, nuk ecën përpara. E ke ndjenë ndonjë xhelozi në shoqërisë tuaj? O, sa shumë më beso. Nuk e ke iden sa më xhelozojnë dhe më të këqija janë femrat. E kam mbështetjen më të madhe të fansave nga meshkujt dhe i shikoj kur del ndonjë intervistë e imja ose kur del ndonjë publikacion i ri, ndonjë libër ose nëse bëj vepra artistike që janë tamam profesionale, shikoj asnjë pirrje, asnjë mesazh, asnjë koment. Janë të tmerrshme femrat, sidomos pjesa e femrave shqiptare. Më të shumta i kam miqe që janë italiane, sepse nuk duan ta shikojnë shoqen mbi vete, duan ta shikojnë poshtë vetes. Dhe kjo është një diçka e keqe sepse unë mendoj çdo njeri brenda zemrës ka diellin e vet. Unë kam diellin tim, ju keni diellin tuaj, çdo njeri ka fatin e vet. Nëse mua Zoti më ka stolisur me të gjitha të mirat në embrionin e nënës, nuk është faji. Ju mund të xhelozoni Zotin, por jo mua, unë nuk kam faj. Të xhelozosh dikë që bën vetëm gjëra të bukura, për mua është ignorancë. Ndërsa ata që janë njerëz intelektual, që janë njerëz se dinë se çfarë do të thotë sakrifica në emigrim, ata gjithmonë më kanë mbështetur. Por pse ndodh kjo lloj xhelozie, Xuliana? Ndodh sepse nga çfarë kam kuptuar unë, femra shqiptare është e pakënaqur me jetën, është e pakënaqur me veten e saj. Ndofta disa kanë patur ëndra si unë dhe nuk ja kanë dalë dot.
Ndofta kam patur një dhunti të kënduarit dhe burri se ka lejuar të këndoj sepse midis thonjzave është xhelos. Ndofta një femër tjetër ka patur dëshirën të bëjë aktore, përsëri burri xhelos, sepse nuk të lidhen me meshkuj që janë jo të kuptueshëm. Nëse unë tani jam një artiste, nuk mund të marr një deputet që nuk mund ta kuptoj botën time të brendshme. Pra, kur të lidhesh me një person, duhet të kesh edhe diçka të ngjashme me të, që duhet ta ndash ditën me të. Dhe ndofta dhe ana ekonomike. Ndofta ato kanë dashur, por nuk janë shkolluar dot, edhe kështu që çfarë bëjnë tani, ndihen të vogla ku shikojnë një artiste dimensionale, thot, pse ajo ja arriti, pse ajo studioi, pse ajo edhe ato ndihen, si thonë, të nënvlerësuara ose bosh brenda në jetën e tyre, edhe shfaqin këtë xhelozinë e keqe, që është shumë e keqe. Sepse xhelozia nuk të lë të jesh e lumtur. Nuk të lë. Është smundje. Për disa. Për disa është një jetë që janë bosh në shpirtrat e tyre, kanë vuajtur ndofta. Ka shumë motive. Ka shumë motive dhe më vjen shumë keq sepse unë gjithmonë bëj poezi që mos të urreni njëri tjetrin, mos të xhelozoni njëri tjetrin. Sa po do ndalesh atë kjo pjesë, Xhulieta, se ju gjithashtu edhe shkruani, por mundet na recitoni disa vargje që ju keni shkruar për këto që po na flisni për urrëtitjen, që mos të urrejnë? Në gjumë faqe. Vabbè, tani do ta shikoj çfarë kam. Më doli përpara një poezi që titullohet Mos qaj si krokodili. Po. Njëri tjetrin sa jeni me frym duajnë. Me gojë kur ajo mbaron, ç'to themi? Balta vet do flas mbi varrin heshtur, me ca lule mbi mermer dhyshkur. Ti mos qaj me lot krokodili, të më kërkosh me lutje si perëndi. Kur isha gjallë, s'më flisje me gojë, tani mos bëj sikur të mungoj. Sepse njerëzit sot, sa je gjallë të sulmojnë, të shtyjnë me bryla, të pengojnë, të xhelozojnë. Kur vdes pastaj që mbaron gjithçka, se nuk ka me këta për luftën, i ka vdekur ushtari. Nëse unë jam një ushtar tani, ai duhet të ndeshet me mua për të fituar. Dhe gjithë jetën do më luftoj me shpatë, pam. Tani kur vdes ky ushtar, s'ka me këta bëj betejën. Dhe fillon dhe flet mirë, sa e mirë ishte shkreta. O, që artiste ishte shkreta. Por ndërkohë asaj artistes i ke sjell, i ke hedhur një migur, e ke shtyt me bryla sa të ka dash qefi, ke folur keq sa të ka dash qefi, ke dashur që ajo të rrëzohej, dhe tani që ajo si jeton më është shumë e mirë. Ja, kështu janë shqiptarët sot. Nuk të duan sa je gjallë të qellojnë me gur dhe kur vdes të bëjnë monument. Apo e kam gabim? Ju gjithashtu shkruani edhe unë ju përgëzoj për këtë talent që keni, por tekstet e tua që ju këndoni këngët janë rrjedhin nga pena juaj? Gjithçka vjen nga zemra ime. Gjithçka vjen nga zemra ime. Jeta ime është një poezi. Jeta ime është një varg. Jeta ime është reale. Çdo gjë që shkruaj vjen nga thellësia e shpirtit. Një artist nuk mund të kopjoj, një artist nuk mund të imitoj, një artist duhet të krijoj. Duhet të krijoj çdo ditë, përndryshe nuk është artist. E qartë. Do t'ishe kënaqësi për mua, për stafin tim, gjithashtu dhe për audiencën time, që ju në këto momente të na këndoni një këngë a capella, një prej të cilës ju mendoni që është më e bukura. Mund të këndoj një strofë nga kënga ime. Pa diskutim. Këtë po ju kërkoj. Jo pa ty jetë nuk ka, ndritë e syri të mos vono, e rësirë më tuke të bota, ti për mua një gjithçka.
vine ikën në bashkmerën, puthja jote në kush më ngeli, të pres në Perëndim, o angjëllim, hajte më i pukrim, reze djeli për mbi sy, mos më le të presa akoma, je vetmja dashuri, mos më le të presa akoma, je vetmja dashuri. Kujta keni kushtuar këtë këngë? Personit që kam dashur. Në cilën moshë je njohur me këtë person që keni dashur? Që për fat nuk më vlerësoi dhe kështu që u desh ta largoja nga jeta ime. Në cilën moshë jeni dashuar me këtë person? Para 10 vjetësh. Gjithashtu? Po? Po, kam patur ish bashortin tim dhe normal që më ka lënduar dhe vazhdon të më persekutoj prej 10 vjetësh dhe nuk ja fal këtë gjë. Për faktin sepse meritoja të jetoja si princesh unë bashkë me gocën, meritoj të kisha një mbështetje jo të sulmohem dhe nuk meritoj që një fëmijë goca jonë të përdoret si pistolet për të goditur nënën. Me që po flasim për artistat, artist nuk do të thotë, artist nuk është ai që e përdor fëmijën si pistolet për të goditur nënën. Atë mund ta quaj kriminal, jo artist. Edhe ti dedikosh këto vargje, unë do i këndoj gjithë jetën, sepse nuk mohoj asnjë nga jeta ime. Gjithçka që kam bërë me zemër. Kush ka qenë i pastër, i sinqert, ka ngelur jetën time, kush ka qenë me dy fytyra, është sot larg jetës time. Gjulita, po cila ka qenë një nga këto arsyet që ish bashkëshorti ju e ka vepruar në këtë mënyrë? Alkooli. Pra e ka qenë përdoruesi i alkoolit? Po. Alkooli, pigjozi, dhuna familjare, sepse një njeri kur pin, kalon e ekstrem, është më keq se droga, alkoolin beso. Pra i ka ushtruar dhe dhunë ndaj jush? Patjetër. Të humbësh një femër, një familje si e imja, do të thotë që t'jesh shumë i vogël. Nuk dua tani të them më tepër, por edhe të sulmosh një femër, ose një nën, ose gjakun tënd, është shumë gjë e ulët. Dhe unë mendoj që çdo mashkull, jo vetëm ish bashorti im, e demonstron veten kush është mbas martese, gjatë divorcit. E tregon se kush ishte në martesë, sepse karakteri nuk ndryshon, ai që ke qenë në martesë, ai edhe mbas divorcit. Do të thotë që nëse ti po sulmon tani, ashtu ke qenë edhe në martesë, po ke qenë me një mas. Kështu që ka qenë e vështirë për mua dhe është ende vështirë sepse është folur, është hedhur mjaft balt, po unë po e premtoj publikisht që një ditë ajo balt që është hedhur mbi kurrizin tim dhe mbi gocën time, çka kam vjellë do t'i lpim me gjuhë. Edhe nuk dua të zgjatem më tepër sepse nuk dua ta prish këtë bukurinë artistike që kemi ndërtuar deri tani në këtë intervistë. Unë respektoj vendimin tuaj në mënyrë të formës së prej, por gjithashtu ndesha të ndalesha e dashur Gjulita gjithashtu edhe tek pjesa e jetës suaj që ju jeni larguar nga Shqipëria drejt shtetit italian. Sa e vështirë ka qenë për ju në atë periudhë kohore dhe cilët kanë qenë personat e parë që ju kanë suportuar për të shkuar në këtë shtet? Dhe pse morët të vendim për të larguar në këtë vit, në 98? Unë isha e fejuar, jam fejuar, më ka fejuar familja shumë e re, isha 17 vjeçe. Po? Dhe i fejuari, do me thënë, erdhi me 2 vëllezërit e mi në Itali dhe mbeti këtu për 2 vjetë. Do me thënë, periudha e luftës, unë e kam kaluar vetëm te prindrit me 2 motrat e vogla dhe prita derisa i bëri dokumenta,
Pastaj mbas lufte kemi bërë një martesë të vogël sepse ashtu ishte periudha dhe kur jam transferuar në këtë shtetë të huaj në Itali, kam qenë e martuar dhe shtatzane, kështu që isha një familje.